Arrin FBI në Shqipëri. Nëse do të thoshe që së shpejti do të ndodhin disa lëvizje të mëdha në Shqipëri, në politikën shqiptare dhe në Shqipëri, ju do ta besonit? Më ndiqni me vëmendje. Kush është rastësisht i gjithmonë dhe nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që jemi sërish dhe ju faleminderit që jemi për bashkë. Tregohet që në datën 27 dhjetor të vitit 2025, pra para pak ditësh, në aeroportin e Rinasit është ullur një avion direkt i ardhur nga Amerika. Disa thonë që erdhi nga Washingtoni direkt, të tjerë thonë jo direkt nga Washingtoni, por pak rëndësi ka. E rëndësishme është që prej atij avioni arritën 30 funksionar të lartë të shtetit Amerikan, pra të FBI-t dhe të DEA-s. Pse duhet të vini në Shqipëri 30 prej tyre dhe pse pas Krishtlindjeve? Pikërisht pra, sepse mendohet që duke filluar tani që nga janari, në fund të janarit, do të ketë lëvizje të mëdha. Tani se çfarë lëvizjesh ka nuk dihet. Dim një diçka që është tepër e rëndësishme. Vet ambasada amerikane la një njoftim ku thot se u takuan dy krerë të rëndësishëm në Shqipëri. Dhe njëri ishte i FBI-t, pra shefi i FBI-t me dikë pra në Shqipëri. Kjo është një, me fjalë, ky mesazh është një mesazh, si mund të quhet, për ata që duhet që të dëgjojnë. Dhe nëse e keni kuptuar dhe në muajt e kaluar, lëvizjet e mëdha, qoftë politike, por qoftë edhe strategjike, lëkundin, në qoftë se keni vënë re, disa politikan ose disa oligark ose disa personazh që janë të përfshirë në këto lëvizje. Mire, do t'ju them, mendohet që ka disa dosje tepër të forta, dosje që mund të destabilizojnë rajonin, pra jo vetëm Shqipërinë, por edhe i rajonin. Sepse duhet të dini që ndosë Shqipëria është një vend i paprekshëm, sepse bën pjesë në NATO dhe është e vëzhguar për herë nga Amerika, madje edhe Kosova e tillë, sepse Kosova, siç e din, përjetoi një si mund të quhet, një skllavëri për vite me radhë dhe pikërisht pra Amerika dhe NATO dhanë kontributin e tyre për ta nxjerrë nga kjo robëri Kosovën. Dhe duhet të dini që pikërisht kufiri i Kosovës është thelbësor në stabilitetin e rajonit. Në qoftë se mbani mend, vitin e kaluar këtu mund të flasim haptazi, sepse është më thjesht të flasësh këtu, ka në disa platforma që është e vështirë të flasësh, por këtu mund të flasim më thjesht. Dhe po thoshe që në qoftë se mbani mend, kishte pak disa lëvizje mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe si është e mundur që këto lëvizje që dukeshin që ishin të nxitura nga diçka ose nga dikush, në një moment caktuar ndaluan. Pikërisht pra sepse u dha sinjali, u dha lajmi dhe Serbia këtë e di shumë mirë. Ndaj dhe Serbia u tërhoq. Pra nuk pati më reprezalje si më përpara, nuk pati më probleme si më përpara. Dhe kjo pikërisht pra sepse kufiri i Kosovës është thelbësor në rajon. Dhe në qoftë se do të ketë një destabilitet në Shqipëri apo në Kosovë, mbajini mend këtë fjalë që po ju them unë. Është vendi strategjik, jo vetëm i Ballkanit, por i Evropës. Shqipëria me Kosovën. Po, sepse është një pikë e vogël mu aty, mu në mes që me dashje apo pa dashje, duam apo nuk duam ne, është vendi më i rëndësishëm, sepse pikërisht ajo pikë aty që nuk dihet, ndoshta sepse e ruajti Zoti i Madh apo ku ta diun unë, që e bëri që të mbijetoj pas vitit 2000 dhe siç e ka thënë edhe Nostradamus para disa viteve, që në qoftë se shqiptarët do t'i mbijetojnë kohrave pas vitit 2000, ata pas vitit 2000 do të dinë se si do të rishkruajnë historinë. Tani se çfarë do të ndodh janë vetëm haludime. Kam disa informacione, por nuk dua të bëj haludime, nuk jam nga ata që të bëj parashikime, gjoja, nuk janë parashikime këto, sepse ato që kam unë janë informacione, por janë informacione të pa baza, pa bazuara, dhe unë nuk dua që të shprem. Di vetëm kaq, që do të ketë lëvizje të mëdha.
Dhe këto lëvizjet e mëdha, si thash, mund të krijojnë probleme në rajon. Dhe qoftë amerikanëve, por edhe NATO-s dhe Evropës nuk i intereson. Nuk i intereson për të vetmen arsye. Pika kryesore është që krijon jo vetëm destabilitetin e zonës, por krijon problem në të gjitha shtetet. Sepse është pikërisht ajo piklidhja e shteteve të tjerë. E di që ndokush nga ju do thot tani çfarë thua ti, çfarë. Shikoni, të mbani mend një diçka, asgjë s'është rastësi. Nuk është rastësi që Shqipëria gjendet në këtë pozicion. Nuk është rastësi që Shqipëria mbeti u bë shtet. Nuk është rastësi, ndoshta nuk e donte askush. Ende sot nuk e do askush Shqipërinë. Por nuk është as pak rastësi. Ka diçka atje sipër që e ruan, sepse e ruan si një vend i shenjtë. E di që do kush ka ju do thot tani, po jo, vend i shenjtë atje këti. Jo. Nëse nuk do të ishte kështu, atëherë nuk do të mbijetonte. Dhe nëse nuk do të ishte kështu, nuk do ta përkranin të gjitha vendet e tjera. Sepse në fund të fundit nuk i intereson një politikan, një personazh apo ku ta diun. I intereson vendi. Dhe vendi i intereson një potencë që as nuk e keni iden fare. Sepse ajo potencë ka jo vetëm lidhje direkte me Shqipërinë, por është themeluar fal Shqipërisë. Pra, si potencë. Kaq mund të them për momentin, por dua të nënvizoj diçka, që këta funksionarë të lartë të FBI-t dhe të DS nuk kanë ardhur, pra para vitit të ri, pa festuar festën, vetëm festuan 25 dhjetorin, pra festën e Krishtlindjeve, dhe ikën për të shkuar në Shqipëri sepse kanë një detyrë. Tani, kush është detyra? Do dëshiroj një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni? Mund të ketë lëvizje dhe nëse do të ketë lëvizje, sipas jush, çfarë lëvizjesh do të ketë në këtë periudhë, pra së shpejti? Pres komentet tuaja. Ka shumë zëra. Disa thonë që disa politikanë do të tërhiqen, bile kanë rënë dakord për të tërhequr, të tjerë thonë që do të ketë disa arrestime të një pas njëshme, të tjera akoma thonë që do të ketë probleme të tjera me vendet fqinj. Pra ka shumë aludime, por askush nuk e di të vërtetën. Megjithatë, ju përsëris edhe njëri që nuk ishte pse të vinin gjithë këta, pra ekspert të FBI dhe të DS, në një periudhë, pra që periudhë festash, për më tepër me fillimin e vitit 2026. Pikërisht pra, sepse ka diçka që vlon. Megjithatë, unë do të dëshiroja një komentin tuaj. Për ju, çfarë mendimi keni ju? Çfarë mund të ndodhë sipas jush? Jam i bindur që shumë prej jush kanë informacione, por siç ju thash, edhe unë kam disa informacione, por janë vetëm le të themi aludime ose hamendësime, ose dikush thotë që i ka të sakta këto informacione. Por në të vërtetë nuk mund të dim dot asgjë derisa këto, sepse janë le të themi sekrete shtetërore dhe sekrete spionazhi, okay? Dhe këto nuk mundet që të njihen publikisht, bile edhe ata vetë që punojnë aty brenda nuk i njohin. Por kjo ndodh vetëm me një urdhër. Kështu që pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni, le ta diskutojmë, sepse siç ju thash, çdo gjë që të ndodh në Shqipëri, duam apo nuk duam, prek secilin prej nesh. Pres komentet tuaja, ju përqafoj, natën e mirë.